Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Ana për të gjithë ju që nuk më njihni. Dhe ka munguar dikot e rreth një muaj në YouTube, sepse siç ju kam thënë dhe videot e fundit që unë kam postuar, që nuk kam qenë shumë aktive, sepse për shkak të punës, edhe nuk duhet të dalë këtu të justifikohem kështu kot, por vërtet njerëz nuk kam fare kohë të editoj ose të xhiroj, sepse puna më ha shumë kohë, edhe prandaj edhe sot jam rregulluar pak, ka vendosur edhe që pikët, edhe dua t'ju thosha që po sot mora një linjë të re, se unë ngeca. Sot mora, më duket sikur është video ime e parë kjo që po bëj, se kam gati rreth një muaj që nuk kam xhiruar, edhe prandaj kam kaq shumë emocione. Por janë emocione të bukura dhe kam bërë këto dy gëshetat këtu sepse më pëlqejnë shumë gëshetat dhe po mendoj që t'i bëj sërish si në verë që i bëra të gjithë flokët, por mendoj që më vonë do t'i kem shumë vështirë për të zgjidhur, edhe prandaj nuk e di, jam me dy mendje, nëse do t'i bëj doja t'tregoj dhe juve. Por tani kam marrë një linjë të re, domethënë siç ja thash pak përpara, kam marrë një linjë të re nga Biopoint, komplet linjën e flokëve, dhe është hera ime e parë që unë po përdor këtë firmën Biopoint, nuk e kam përdor asnjëherë. Kam dëgjuar review të mira, por nuk e di a janë aq të mira sa reklamohen apo jo. Nëse mua më pëlqejnë këto, do ju tregoj dhe juve, sepse unë jam një gjys bjonde, një gjys ngjyra ime natyrale, edhe prandaj edhe nuk e dija do funksionoj kjo tek bjondja, se unë e kam keq, se kam edhe flokun tim, kam edhe bjonden, edhe është pak keq. Edhe tani kjo shampo është për flokët e dëmtuar. Mua në punë flokët më janë dëmtuar, sepse nga vaporja, nga avulli, edhe më janë bërë më ngjiten flokët, domethënë i kisha shumë më të shkriftët, flokët se kaq, por tani nga vaporja atje në punë më ngjiten flokët nga lagështia, edhe kështu njerëz. Edhe më falni se do t'i tregoj domethënë komplet gjithë linjën, por duhet të bëj diçka sqaruese se do të harroj më vonë. Dhe ishte një herë domethënë ta bëj që në fillim, por harrova. Edhe do të thoja që unë këtu në YouTube i bëra gjitha videot e mia private, sepse mendova që do ta mbyllë YouTube-in dhe më mori malli, me thënë të drejtën. Kam dhe dy video që i kam xhiruar, njërën e kam edituar, por nuk e postova. Ishte video që unë po thoja që do mbyll YouTube-in, nuk e dalot më, gjëra të tilla kështu. Por nuk e di, nuk e kam atë guximin që ta mbyll, nuk po ju them që unë do vi me një video në javë ose me dy video në javë, nuk e di, mund të vi dhe me video një herë muaj. Këtë gjë nuk e di, por po mendoj që të bëj më shumë video rreth flokëve, sepse e shikoj që në kanalin tim videot më të shikuara janë videot me flokë, janë videot me make-up, edhe plus këto duan shumë kohë që të hanë shumë kohë, domethënë që të bësh video me flokët, sepse sidomos me make-upin, mos shikoni që keni një video make-upi rreth 2-3 minuta ose 5 minuta ose gjysmore, por ajo video ha rreth 2 orë kohë, edhe prandaj dhe është shumë e vështirë. Kush bën make-up tu në YouTube e di shumë mirë që është një punë shumë e latshme. Dhe kështu dhe vazhdojmë, po ju them që unë nuk ju them asnjë gjë, domethënë që do vi me një video ose do vi me 2 video. Fare, mund mos bëj dhe video fare, mund jetë kjo video e fundit, nuk e di, shpresoj ta hedh këtë video. Dhe kështu dhe po vazhdojmë me linjën e flokëve që ala është për gjysmë. Edhe vazhdojmë me maskën e flokut, është domethënë e njëjta si shampua, por unë këto nuk i kam marrë as erë, as një lloj gjëje. Nuk e di si hapet. Po e provoj të hap kështu, se mbas se hapet
se mos e të fare. Opa. Njerëz, si është, ka dhe një pjesë, do me thënë tjetër. Aromën e ka të mirë, por nuk më intereson fare aroma, më intereson si do mi bëj flokët, se nuk di ku ta çoj këtë gjën këtu, edhe që t'ja tregoj këtë pjesën tjetër që ka. Shikoni si është. Nuk kisha parë asnjëherë mask floku në të tillë forme. Kur. Edhe po çuditem. Shpresoj njerëz të jetë mirë. Se në qoftë se është mirë, do shkënjehem normale. Dhe e mbyll. Dhe kjo është me... Kjo është edhe italisht, dhe është që do forcon flokët. Okej, doja shkruaj këtu poshtë se për çfarë është, ta përkthej mirë, edhe kështu. Dhe vazhdojmë me gjën tjetër që këtë është të me thënë e tundë, se do ta tundësh mirë para përdorimit, kështu thot këtu, se e them unë. Atëherë, dhe kjo është e një Itali, dhe me thënë si kjo dhe është balsam. Dhe nuk e di, kjo përdoret mbas larjes. Disa review thoshin që përdoret dhe para larjes dhe mbas larjes, por duhet a shplash. Tani nuk e di, a shplahet, a nuk shplahet, nuk e di. Unë as të nuk e kam provuar, nuk e di pse u rrotullohet kështu. Më duket shumë gjë e çuditshme. Edhe kam këtë pjesën këtu që është Biopoint. Kam dëgjuar shumë fjalë të mira për këtë firmën, për flokët Beyond ose di shumë. Dhe kam dëgjuar që është edhe një lloj serumi që të rrit flokët dhe është edhe një tip shampo, domethënë është komplet linja, është ngjyros dhe nuk e di a është e vërtet që t'i rrit flokët apo jo. Është domethënë është shampo, është maska, është edhe ai lloj i serumit që të rrit flokët. Por nëse unë do më pëlqej kjo linja që sapo ju tregova, do vazhdoj të zbuti shumë flokët, shumë, po më pëlqen deri tani, domethënë kë balsam, si ishte kështu, dhe nëse mua më pëlqen kjo linja, unë do marr edhe atë linjën tjetër që ishte për rritjen e flokut që ishte ngjyrë roz. Kështu dhe vazhdojmë tani me vajin e arganit, sërish nga Biopoint. Unë çnimet nuk e mbaj mend sepse holla dhe faturën e kam hedhur pak më përpara, poshtë, por më duket vaj ishte rreth 11-12 euro, diçka e tillë, nuk e mbaj mend, ndërsa shampoa ishte 7 euro e ca, dhe maska ishte diku tek rreth 8 euro e ca. Nuk e mbaj mend njerëz. Më falni, por s'kam çfarë të bëj. Kështu dhe as këtë vajin nuk e kam përdorur, as nuk e kam hapur, dhe më duket ka një tip ngjitsi këtu, jo nuk ka. E hapim edhe as nuk dua, domethënë se kam frikë se mos më bëhet floku me shumë vaj dhe kjo gjë nuk do më pëlqej as pak, sepse kush i shtrin sërish. Okej, hodha kaq shumë pak, sa për të ndjerë aromën. Edhe ky vaj është me argan dhe shpresoj të jetë i mirë, se ne bjondet kemi shumë nevojë për bajra floku dhe fërkojmë mirë duart para se të aplikojmë një lloj vaj. Dhe gjithmonë vajin dy ta përdorni ditë për ditë, jo domethënë vetëm kur shtrini flokët, se ndryshe pastaj nuk ju jep atë rezultatin e vet. Shumë pak
Edhe aplikoni në këtë lloj mënyre që ta thithë komplet floku. Dhe ma ka bërë flokun super të butë. Super të butë ma bëri flokun. Normale se vaj ka të tendencën që të japë shumë shpejt flokët. Edhe prandaj edhe shpresoj mos më vajisen tani. Edhe ja, u aplikua dhe vaj. Edhe gjëja tjetër që kam bler nga Biopoint është një balsam anti-yellow. Është anti të verdhës, si da them, kundra të verdhës, s'po më vinte, më falni. Dhe është kjo balsam këtu, kishte edhe shampo, por unë mora vetëm balsam, sepse shampo do përdor këtë që kam edhe nuk e përdor gjithmonë këtë, se më kam paru maska që kisha marrë nga Shqipëria, më kishte marruar. Edhe më pëlqen pak flok të jetë pak, do me thënë kështu si është tani, në këtë lloj ngjyre. Unë qoftë se do me thënë nuk përdor mask, për shembull një herë në muaj ose 2 herë në muaj, fillon floku dhe më zverdhet, dhe unë e urrej shumë atë ngjyrën e verdhë, dhe prandaj po mora këtë. Dhe prandaj përdor gjithmonë. Edhe këtë nuk kam parë asnjë review, është hera e parë që unë nuk shikoj review rreth këtyre produkteve. Do me thënë këtyreve i kam parë, por më shumë kam parë për atë, do me thënë ngjyrën roz të kësaj firme, do me thënë që është për rritje floku si sa për këto që mora. Nejse, Harvatimirja aromë. Aromën e pas ka shumë të shëmtuar, por shpresoj të na bëj punë dhe është kështu ngjyrë blu e errët, Leila. Dhe shpresoj që edhe kjo të na bëj punë, se pasaj do na ngjelet floku i verdhë. Plus, inshallah mos na pusi flokët, sepse këto kanë atë tendencën që të thajnë flokët. Edhe prandaj edhe janë si që shikoni këtu. Kështu thot këtu tani nuk e dia është e vërtet apo jo, do me thënë e ke flokun kështu të bën kështu. Por shpresoj do me thënë të jetë e vërtet kjo gjë që thonë. Kështu njerëz, dhe nëse mua këto produkte do më pëlqen, do ju a them që t'i përdorni dhe juve. Dhe të shikojmë tani çfarë rezultati do kemi. Dhe shikoj që floku më është zbutur shumë në këto 2 produkte që përdora, por shumë, jo pak. Më është bërë shumë i butë, dhe shpresoj tani të jenë të mira përdora këto 2 produktet. Vajnë edhe këtë tip balsam që shpresoj që kjo mos jetë me shplarje, se nuk më pëlqejnë zakonisht këto që janë me shplarje, se më duket sikur nuk japin asnjë lloj efekti. Edhe kështu. Dhe tani do dal, siç edhe shikojmë që dhe jam rregulluar. Dhe kështu, dhe nuk e di se nga do vemi, më duhet të vete tek ti gotat, sepse më duhet një aromë për shpinë, e mora një mbrëm, dhe më pëlqeu shumë dhe do vete do marrë edhe për dhomën e gjumit. Kështu dhe ja, flokët e mi kam filluar të rriten, por pjesa këtu para më është këputur, dhe për të tregoj pak si më është këputur. Ja, këto 2 fjet që bëra në verë më duket, po në verë i bëra këto. E dekoloranti, si që thash, që nuk më pëlqeu dhe okej, se unë këto baluket edhe i preva, nuk është se më janë këput kaj shumë, por prap më janë këputur, nuk është se nuk më janë këputur, edhe po mendoj që t'i lyej komplet flokun në ngjyrën time, por e di që nuk do më shkoj, sepse unë shkoj rrënjën që më ka dalë tani, edhe nuk më shkon, duken si e gërsirë, sepse unë jam mësuar gjithmonë, kam
ku tek rreth 10 vjet ose 9 vjet që luj flokët bjonde, edhe se si më duke tani, do me thënë që do t'i luj kështu komplet. Jo se do t'i luj, nuk e di, jam me dy mendje, t'i luj, mos t'i luj, jam me shumë mendje. Nëse do i luj, do t'ja tregoj, nëse nuk do i luj, ja ku i keni kështu si që janë tani në këtë lloj gjendje. Por vërtet, i ndjej vërtet shumë të butë me ato dy produktet që përdora. Si floku është i shkrifët, me thënë se përdor të pjesën këtu që është bjonde, se normale, floku im natural, normale që do jetë në rregull, pavarësisht se më ngjitet nga vapore, si që thash, do me thënë më ngjitet edhe floku im, jo vetëm floku bjond. Dhe kështu. Dhe shpresoj që kjo video mos të jetë video e fundit, por të vazhdojmë dhe me video të tjera. Më besoni njerëz, jam shumë e ngarkuar, edhe prandaj nuk kam fare kohë të editoj. Erdhi Andrea dhe më trapi. Përshëndetje nga dita numër 2, mbyllëm brenda ashtu sepse ashtu trema nga zila siç edhe e pat. Edhe dolëm direkt me Andrean. Edhe vajtëm për aperitivo dhe kështu, dhe nuk më mend ku nga vajtëm tjetër. Edhe sot vajtëm hangër mëngjesi, nuk filmova, po filmova diçka kështu të vogël. Edhe tani kam dalë gjyra kështu në kamp, po bëjetje, anës detit. Edhe kështu, dhe bëj gati 1 orë ecje, e ka vënë detyrim vetes. Nuk e di pse u shkoput, edhe po thasha që ka vënë detyrim vetes që do bëj 1 orë ecje, sepse jam shëndoshur. Dikur isha, dhe më thënë, që duhet të dëpsosha, ndërsa tani jam që duhet të shëndoshesha, më falë, se s'dija se çfarë po them. Edhe i vura detyrë vetes që do të dëpsohem, jo se jam shumë, 51 kg jam, por nuk më pëlqejnë këto kilet që kam marrë, edhe kështu, edhe po bëj këto gjëra, do të thënë tek lagja. Është shumë këndshëm këtu, edhe shkoj këto, do të thënë, të gjitha bizneset, lokale të anës detit që janë kështu si shkret të tjere, se normale nuk janë mbyllur, tani hapen vetëm për sezonin e verës, dhe është shumë qetësi. Edhe më pëlqen kjo relax, kështu do me thënë, që nuk ka njerëz, do me thënë, ja, si që edhe shikoni, do me thënë, kjo pjesa këto nuk para ka shumë njerëz, por më përpara edhe ka. Edhe ja, si duket këti është çdo gjë shkret të tjerë, kështu. Edhe kështu, edhe në fakt sot duhet të provoja ato shampot, por nuk e di do t'i provoja apo jo. Në qoftë se do t'i provoj, do ju them, në qoftë se nuk do t'i provoj, nuk do ju them, do ju them. Edhe kështu, edhe këtu që nga një bar shumë i bukur, që unë nuk e kisha parë. Dhe po të regoj, do më në verë duhet vim këto, se që nga këndshëm, që nga kështu si tip restoranti, si duken tani çdo gjë kështu shkret të tjerë. Edhe kështu njerëz, edhe për YouTube unë atë gjë nuk kam vendosur të bëm tani arrosticini që unë vdes. Me thënë, ne në Shqipëri themi shisheba. Edhe unë vdes, jo shumë qishme. Kështu është pak si freskët, sepse iku dhe dielli, çfarë ishte disje, nuk rrje dot, ishte shumë nxehtë. Dhe është tani që ikën dielli, freskohet koha normale, se jemi në dimër, jemi në shkurt akoma. Edhe prandaj, edhe kështu, edhe ky është vlogu im i shkurtër, por shpresoj të ta hedh këtë video, se do ta hedh
do ta shikoni, nëse nuk do ta shikoni se s'keni nga shikoni. Kështu dhe ne do shihemi sërish tek videoradhës. Mos harroni të bëni një like, një subscribe dhe bye. Subscribe.